Me emrin e Allahut, gjithëmshirshme të mëshirëplotit. I madhi Zot, në një ajet kuranor thot, me të vërtet ne e kemi ndëruar të birin e Ademit. Dërso në një ajet tjetër, në ajetin 32 të surës El-Maide, Allahu Gjellëshanuhu thot që me të vërtet ai i cili e mbyt një njeri pa të drejt, ose pa bërë çrregullime në tokë, është sikur se ta ketë mbytur tër njerëzimin. Mirëpo edhe ai i cili e bëhet shkaktar edhe e fal një njeri, është sikur se ta ketë falur të gjithë njerëzimin. Në këto dy ajete kuranore, i madhi Zot na tregon për shejtrin e jetës dhe për shejtrin e njeriut. Në ajetën e parë, kur i madhi Zot thot që me të vërtet ne e kemi ndëruar të birin e Ademit, nënkuptohet që i madhi Zot e ka ndëruar njeriun pa marrë parasysh dallimet e tija, pa marrë parasysh fesë e tij, pa marrë parasysh ngjyrës së tij, pa marrë parasysh komësisë së tij. Njeriu është i ndëruar duke qenë i biri i Ademit. Do thotë çdo njeri pa dallim është i ndëruar. Edhe ndërimi të cilin i madhi Zot ja ban të birit e Ademit e nënkupton që njeriu është i ndëruar qysh para lindjes së tij, është i ndëruar gjatë jetës së tij në këtë botë, por është i ndëruar edhe pasi që të kalon në botën tjetër, edhe pasi që të vdes, edhe pasi që të kalon në varr. Do thotë njeriu është i ndëruar edhe para se me ardhur në këtë botë, Islami e nderon njeriu duke e ndalu abortin, i cili është sulm direkt ndaj jetës, është sulm direkt ndaj njeriut, për shkak se njeriu në momentin kur e merr shpirtin prej të madhit Zot, do thotë ai fillon formohet dhe përgatitet për me ardhur në këtë botë. I madhi Zot e nderon njeriu duke qenë i gjallë apo gjatë jetës tij në këtë botë, por të njëjtën kohë njeriu është i nderuar prej të madhit Zot edhe pasi që të kalon botën tjetër, për shkak se ne e pastrojmë të vdekurin, e qefinosim atë, e falim namazin e gjenazës edhe në farforme edhe varri i tij është i nderuar, është i mbrojtur edhe ka shejtnin e vet, edhe ndalohet me çdo kusht që me cenu edhe qoftë edhe kufumen e njeriut. Ndërsa në ajetin e dytë, i madhi Zot po fol për një fenomen tjetër. I madhi Zot po thotë që me të vërtet ai i cili e mbyt e ka përdorur Kur'ani termin nefs, ai i cili e mbyt një shpirt, është fjala për një shpirt njeriu pa të drejtë, ose pa bërë çrregullime në tokë, është sikur se me mbyt tër njerëzimin. Ndërsa dhe ai i cili bëhet shkaktar dhe e fal një njeri, është sikur se ta ketë falur tër njerëzimin. Pse është e rëndësishme me fol për këtë çështje? Është e rëndësishme për shkak ose duke pa që fatkeqësisht në kohën në cilën jemi duke jetu, në gjitha anët e globit shohim që këtu ka vrasje, këtu ka shkatrime, këtu ka çrregullime në tokë, edhe shohim që njeriu ka filluar më bë rrezik për njeriu. Njeriu ka filluar më kriju edhe me qenë rrezik edhe për kafshët, edhe për gjallësat, edhe për bimet. Andaj është shumë e rëndësishme me pa se si e trajton Islami njeriu, edhe si e trajton Islami shpirtin njerëzor ose krijesën njeri. Do të thotë i madhi Zot po thotë që ai i cili e mbyt një njeri, pa të drejtë, është sikur se me mbyt gjithë njerëzimin. Ai njeriu me rastin e parë të mbytjes ose të vrasjes e fiton epitetin kriminal ose epitetin vrasës. Pastaj numra tjerë janë numra. Ndërsa kur e përdor i madhi Zot thotë që ai i cili e mbyt pa të drejtë, do thotë me mbytja me të drejtë llogaritet kur njeriu është në mbrojtje të nderit të vet, të familjes vet, të jetës vet, mbrojtje të atdheut vet, mbrojtje të fesë vet, kjo llogaritet me det, ndërsa çdo lloj agresioni tjetër llogaritet te kalimi i kufeve edhe llogaritet
vrasje ndaj njerëzve ose vrasje e njerëzimit në përgjithësi. Nëse e shohim në bazë të këtij konceptit, e shohim që muslimanët gjatë historisë islame, muslimanët kanë avancu në shkenca të ndryshme, në dije të ndryshme. Mirë po, muslimanët asnjëherë nuk kanë shpik armë të cilat shkaktojnë shkatrim në mas. Muslimanët kanë shpik armë të cilat ju kanë dhënë e përsi në betejën në front, betejën luftarake përballë ushtarëve dhe përballë armikut, kurse asnjëherë nuk ka ekzistuar në mentalitetin e muslimanëve shpikja e armëve të shkatrimit në mas, për shkak se ato i kalojnë gjitha kufejt. Ndërsa njeriu bashkëkohor, fatkeqësisht e them atë, e shohim se çka i ka kriju ose çka i ka bën njerëzimit qoftë përmes kolonializmit, qoftë gjatë luftës së parë botërore, qoftë gjatë luftës së dytë botërore, po fatkeqësisht edhe skena të cilat jena duke i pa, i kemi pa edhe në Kosovë, mirë po edhe jemi duke i pa edhe kohën e fundit, edhe në ato se çka po ndodh në Palestinë e me theks veçantë në Gaza, është te i kalimi çdo kufeve, dhe është shkatrim në mas. Ndërsa muslimanët çdo herë kanë tentuar të thotë me qenë vetëm e përsia ushtarake, kurse në asnjë formë me kriju armë të cilat bojnë shkatrim në mas, e gjithë kjo vjen si rezultat që Islami e vlerëson jetën e njeriut. Edhe njeriu është i shenjët, edhe njeriu është i shenjët ashtu siç e tha më herët, edhe para se me lind, edhe si njeri sa jeton këtë botë, mirë po edhe si i vdekun. Edhe këtë shejtni që ja jep i madhi Zot, ja jep në ajetin koranor, cilën në ajetin 70, surën El Isra, ku i madhi Zot thotë, me të vërtet ne e kemi nderu të birin e Ademit, edhe në ajetin tjetër në cilën gjithashtu e citu më herët, ku Allah thotë, ai cili e mbyt një njeri pa të drejtë, është sigur se ta ketë mbytur tër njerëzimin, ndërsa edhe ai cili bëhet shkaktar dhe fal një njeri, është sikur se ta ketë falur të gjithë njerëzimin. Inshallah, i madhi Zot na bën prej atyre të cilët i falin njerëzit, edhe me këtë e fitojmë epitetin me qenë falës të njerëzimit, edhe ashtu siç ne i falim njerëzit, e lutim të madhin Zot që të na falë gjithë neve. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.